A mund t'i përmeni disa prej dëshmorëve të asaj dite? Faktikisht janë, ose jemi në këto ditë faktikisht që kemi humbë bashkëluftar që shumica për tyre edhe nuk janë të Suarekës, fillu nga Milazim Kiçina, Enver Bityçi, Rambi Tyçi, Haxhi Haxhaj, mbi të gjitha ka edhe shumë luftarë që kanë ra faktikisht edhe në pjesë tjera, po Xhavit Sylla? Xhavit Syllaj, patjetër. Kemi kulminacionin e humbjes që ka pas një ndjenjë të jashtëzakonshme, ka qenë pikërisht sot para 27 vjetë, ramja e ushtar kavajës Indrit Carës. Indrit Cara ka qenë një figurë e jashtëzakonshme, një figurë që ngërthen e vetën një model të jashtëzakonshëm të luftarit, që ka lanë Londrën dhe është bashkangjit luftës ushtrisë qëllimtare të Kosovës përmes Shqipërisë që ka ardhur, ka shku në familje, ka taku prindën të mas 6 viteve, krejt me 5 orë, 6 orë, faktikisht si që të tregon të Xhaluli ndjes pas baba i Indrit Carës, dhe ju ka thënë prindët që po shkoj faktikisht si gazetar deri afër kufirit që të ndihmoj forcat aleate ose disa pjesëtar të OSBE-s në atë kohë, dhe u shfut në luftë. Indrit Cara nuk ka qenë i sistemum brigadën tonë. Indrit Cara një ditë më herët thjesht ka ardhur për të ndihmuar faktikisht luftimet në betejën e Semetishit dhe ka pas fatin faktikisht që të goditet nga granata dhe ka ndruar jetë ose ka rënë në Gallush.